Mirë mëngjes dhe mirë se erdhën në kanalin tim dhe mirë se erdhën në një tjetër video me mua dhe mikin këtu që ka qarë. Njohroni fytyrën time sepse duke qenë se do të bëj ndërhyrje, nuk duhet as të përdor as make-up, as hidratant, as gjë, kështu që jam kështu siç më ka bërë mami në natyrë. Nëse tani ne kemi ardhur në Dortmund tek aeroporti dhe do të nisemi, kemi një 3-4 orë kështu kohë, por që gjithsesi ne kemi ardhur në avans në mënyrë që të mos kemi stres edhe ngarkesë nga të gjitha anët, sidomos presionin e kohës. Kështu që kemi ardhur më herët. Ivi po parkon makinën, ha mami. Atje ku duhet, por që është gjemla ime. Miki po qanë sepse zuri gjumi fix 15 minutat e fundit të rrugës. Rruga shkoj shumë mirë, si po vetë la të trita ime. Kështu që po, me si po presim t'i kim Shqipëri, nuk kam mundur t'ju marrë të deri me fëmijët, jo Bolgati, jo validri, jo kontrollet e fundit, por që jemi mirë, edhe jemi këtu te aeroporti dhe do ikim në Shqipëri, do rrim disa ditë në Tiranë, por gjithsesi për gjitha planet që do të bëjmë do t'ju marr me vete gjatë ditëve në vazhdim. Qa po zbrazëm pak valixhen se kishin pak si fuk. Bye! Say bye bye! Luam check-inin, dhamet e valixhet, bëm gjitha kontrollet edhe të gjitha. Tani jemi këtu te këto duty free për të marrë në gjë, në një çokoladë për njerëzit që na presin atje dhe kështu gjëra. Ne kemi ndaluar për të ngrënë edhe për të kryer nevojat personale dhe më pas do të shkojmë te avioni, besoj, dhe kur të shkoj futurimin mirë, sa të shpjegoj me mamën. Papa, ai sono popirë na patasitelo. Zemra ime, që ti një libra atë. Zemra jote, o zemra ime, se e bukur. Kai! Edhe pak. Jo! O mira. Njona. Ku është njona? Njona. Ku është njona dhe jona do vemi tani, mami. Ora tani më shërbëm. Më zëndis më babaqysh. Haj mi. Mirë mëngjes nga Shqipëria, unë kështu që jam pa make-up, duket sikur se jam zgjuar nga gjumi, po nuk e di s'mbaj mend se kur jemi zgjuar nga gjumi. Ndërkohë po ikim të ham një drek te Flumi Park, çfarë ka ai? Flumi? Flumen Park. Flumen, nese. Nuk e di se ka fiks tani, por do shkojmë të gjithë ham një drek, po vjen motra me familjen komplete dhe po vjen mami dhe babi, edhe do ikim të gjithë bashkë dhe ti po. Edhe kështu jemi ngritur, nuk xhirova më dje sepse erdha miki, ishte bëru, je ndrua me vrap, një kaos i vërtet, jemi los shumë fakt se ranë. T'jap mami shpirt. Edhe na t'jap mami pak ujë, zemra ime. Kështu që po, u bë pak situata dje losme, pastaj sa erdhëm shtëpi, sa i veshëm, u zhveshëm, i lam, i shplami, vendosëm gjumë, pastaj u kënaqëm deri vonë me vllajin, me shoqen e vllajit edhe shoqen them unë apo nuse. Shoqen / nusja, kunata ime. Unë kam i çum shakise goja. Edhe nëse shihni çka çudish. Edhe kështu.
por që u kënaqëm shumë dje, edhe sot do dalim të gjithë bashkë, edhe pastaj të gjithë bashkë. Unë pastaj do shkoj të bëj një masazh kështu limfodrenazh me zor po e pres për barkun që heq kryerjet e barkut. Është masazh manual kështu. Edhe gjithsesi do t'ju marr gjatë gjithë kohës me vete sa të kem mundësi këtu në Shqipëri. Të gjitha duhen bashkë në një. Erdhëm këtu, kë paska flumen I bie, kështu lexohet në shqip, se unë thash flumen, si në gjermanisht. Në është bërë mendje gjermanisht. Sa shumë bukur si vend në fakt. Shpirti më. Daja. Lesi. Ik shpirti mamit. Të pëlqen këto mami? Wow. Atizja, o shpirt. Shikoj mami të shtë në diori. Paska gjak, ishme një bukur shumë, keqe në tje. Kalbi direkt për të ngrënë. Ja, papi! Ska vi köra nu? Okej. Shikoj nga. Po ikim tani të gjithë, jemi 500 veta. U kënaqëm shumë, ushqimi super I mirë, cilësia shumë e mirë, stafi shumë të kujdesshëm edhe të gatshëm, çdo gjë me minutë, me sekonda, kështu shumë mirë. Një super vend kjo, super sugjeroj. Shkuam me vrap në shtëpi, unë s'parasni që ekstra thjesht të bëra një rifreskim të flokëve, sepse isha shumë okay ashtu siç isha. Dhe tani do të shkoj Tirana me gropa. Tani do të shkoj tek Baka Klinik që të bëj atë limfodrenazhin. Bëj drenazhin limfatik, unë ju kam treguar ju edhe herë të tjera. Unë nëse nuk më pushon zemra nga ky trafiku këtu në Tiranë, nuk e di domethënë. Por që nejs, të qëndrojmë në temë. Po shkoj tek Baka Klinik, siç ju thash, për atë masazhin drenazhin limfatik, është për gjithë njerëzit që kanë fryrje të barkut. Unë hy tek ata njerëzit, unë nuk kam shëndet, nuk është se jam shëndosh. Problemi im është më tepër për fryrjen e barkut. Unë kam shumë fryrje e barkut, jam njeri që gjithmonë e kam patë problem, sidomos kohët e fundit, ndoshta mund të kem intolerancë ndaj laktozës, më duhet I bëj një herë ato, por gjithsesi konkluzioni maestro kam gjithmonë kështu bobo. Ndjes për të shpërqendrimin, po unë këtu. Do, mirë dik. Edhe siç po thoja, kam shumë fryrje të barkut dhe unë do ta ndaj rezultatin tim me patjetër me ju, edhe sot që do shkoj, edhe nesër që do të bëj seancën e dytë, sepse do të bëj 2 seanca, normalisht është më e mira të bësh 2 seanca. Sot do bëj të parë, nesër dytën, shumë herët në mëngjes, duke qenë se do të shkoj edhe tek sy që të bëj atë operacionin e syve. Edhe kështu, por që do t'ju marrë sot me vete, nuk është I dhimbshëm, normalisht është relaksues, do ta quajmë kështu. Edhe sepse unë kam parë shumë herë dhe e bëj në shtëpi vet, ju e dini, ja u kam treguar edhe në një video tjetër këtu në YouTube, që është një praktikë që unë e kam shumë qejf. Edhe për këtë arsye do t'ju marrë dhe do t'ja u tregoj edhe ju. Erdha tani këtu tek Baka Klinik që ju thash më parë se do të vi, edhe do të bëjmë atë që unë vdes t'i bëj. Çfarë do bëj me barkun është
fiksimi im. Kështu që do ta bëj tani, do t'ja tregoj dhe barkun dhe para pas. Gjithsesi do të shihni rezultatet në Instagram, do ta shihni në story dhe do ta postoj normalisht tek në feed në të gjithë përmbledhjen e gjërave që do të bëjnë në Shqipëri. Ktu është shumë bukur. Un kam rehen këtu që është një ëmbëlsirë fare që më priti aty, sikur ishim takuar këtu e shumë kohë më parë, një vajzë shumë solare. Edhe Rea do ma bëj atë masazhin. Vendi këtu është shumë i qetë, që mua me siguri do të më zër gjumi edhe pse nuk është masazh për të zënë gjumi. Gjithsesi, do të shihemi më vonë që t'ju tregoj rezultatet. Mbarova! O zot, jam kënaqur, ke keni iden, jam super kënaqur, më ka bërë Rea masazh kudo, edhe jam super relaksuar, por erdhëm te tek, erdhëm në tek. Gjesh pa që shohim fëmijët është kjo, nga që s'ja blej unë asnjëherë. Wow. Shiko që i vogël. Një direkt 100 na duhet. Po, jëllimi vogël. Ne. Çfarë bësh ti? Ishim të tek ishim po të tek. Edhe morëm disa gjëra atje dhe një nga ato ishte ky puzzle me 500 pjesë. E mora për të torturuar grupin. Po nuk e bëm sot. Sa e bukur që, shumë e bukur. Edhe vllai tani po thoshte që nuk do dhe ta se ka bërë një shumë të lezetshme, por që ka torturuar jo. E tani ka marrë të merr nga këto. Po nejse, ky ishte plani. Kjo ishte ajo që i ka fut terrorin, domethënë. Po sa e bukur, po në fakt e vështirë, kjo është shumë vështirë. Nuk kam faj që janë bërë me kështu. Ndërkohë Ktevja ka bler elektroshtëpiake për të luajtur me gocat e motrës. Edhe blen ca lotra kështu budalliqe, hëngrëm pim, sufllaqe gjëra dhe erdhëm në shtëpi për Mirëmëngjes, ka the big day sot. Sot do të shkoj të bëj atë lazerin e syrit, nëse syri ma lejon, nëse ende nuk e dim. Tani dje unë bëra ato që ju pat dhe kam këto kupat këtu, e keni parasysh që të bëjnë kështu si vula, edhe kështu jam unë praktikisht sot, që jam e trembur, ka vetja ime, po që ikin këto prap, zbehem për 1-2 ditë, nuk do shqetësohem, sepse kështu më tha Rea. Unë jam super e lumtur dhe e shfryr nga e gjitha ajo që ndodhi dje dhe kam marrë një super masazh nga Rea, komplet trupit, edhe këto që kisha të bllokuara këtu, komplet një çlirim. Me thënë, ky ishte ai që më duhej mua dje. Përpos pastaj rezultateve që ju i pat në foto, se nëse s'ja u kam treguar, do t'ja tregoj më vonë. Kështu, unë jam bërë gati tani edhe do dalim pak më vonë, unë s'kam vendosur as make-up as gjë, kam 4 ditë kështu, në mënyrë 3 ditë, në mënyrë që të mos, në mënyrë që, sepse nuk duhej asnjë, po faleminderit. Edhe kështu, ne dje ishim në teg, si që ja u tregova ato gjërat, blem disa gjëra, hëngrëm pim, pastaj erdhëm në shtëpi, vendosëm fëmijët gjumë, dhe pastaj s'bëm asgjë tjetër, veç se pam një ditëlindjen e vllajt, kur kam mbush 1 vjeç, 1 vjetorin e vllajt. Kështu që vllai tani është 30 vjeç. Edhe ç'është kjo mami? Edhe nejse. Do ikim sot, do bëjmë vizitat, nëse syri ma lejon të bëj lazer, do ta bëjmë po edhe sot. Lazerin, ose llojin e ndërhyrjes që lejon syri im. Jam emocionuar. Nuk kam shumë frikë, duhet të jem realiste për këtë punë. Miki mos, mami. Nuk është se kam shumë frikë sepse besoj doktori, duke qenë se 2 familjarët mi e kam bërë, pastaj 3 familjarët mi, po njëri se ka bërë te doktori, e ka bërë në Fier, edhe pastaj të gjitha review që ka doktori edhe të gjitha punët që bën doktori, kështu që nuk kam merak te kjo pjesë, më tepër kanë të tjerët për mua në këtë rastivi.
por që po ndeki pak më vonë, gjithsesi unë do ju marr me vete. Sot besoj nuk do xhiroj shumë sepse do të kem ato syze dhe nuk dua të kem shumë stimulim nga drita, por nuk më besohet që nëse ma lejon syri, sot do të heq syzet. Dhe syze. Një vajzë më kishte komentuar që duke shumë bukur me syze, ju falenderoj nga zemra, jeni shumë të mira. Edhe unë nuk është se mendoj se dukem keq me syze, por unë kam bezdi syzet. Domethënë më japin është kjo kohë. Më japin shumë siklet gjithkohës, hiq, pastro, rregullo, ku i kam, ku si kam, edhe të tjerë, plus kur sistemohesh, rregullohesh shumë të vendos ato me beti modon edhe më japin shumë bezdi. Plus kur është mënyra si që ti heqësh, pse ti mbash? Qa ishte kjo kohë? Iki. Faktos. Të lumë. Përshëndetje nga një tjetër ditë. Unë nuk kam marrë shumë këto një 2 ditë me vete sepse nuk kam mundur. Ka qenë e pamundur se me fëmijët vërdall, takoj një tjetër kështu gjërash, por supozohej që ju sot më shiknit, jo në fakt dje kështu të më shiknit mua me ato syzet e mia që do të ishin për heqjen e numrit të syve, por që nuk ndodhi. Nuk e di, ishte shgënjimi që unë ka marrë në këto muajt e fundit, sepse unë shkova bëra gjitha kontrollet e duhura te klinika Europiane e syrit, jo kam treguar vet, nuk ka qenë bashkëpunim asnjë gjë, thjesht doktor Kastrioti është ndër më të mirët ose më i miri do të thoja unë, kështu që prandaj unë kam vendosur shkoj atje sepse edhe motra dhe vllai të shkoja, sepse dhe motra dhe vllai e kanë bërë atje dhe babi ka bërë vizitën atje, ndërsa motra dhe vllai kanë heq numrin e syzeve. Numrin e syzeve jo, si bie numrin e syve, domethënë nuk kanë më syze sepse kanë bërë atë ndërhyrjen me lazer. Dhe kështu e kishim lënë dhe ne normalisht sepse gjëja që doktori bën fillimisht është të bëj gjitha kontrollet e mundshme, edhe të shohë nëse syri yt është i përshtatshëm apo jo për lazer edhe për çfarë lloj ndërhyrje më pas. Kështu që unë kur shkova isha me idenë se do ndodhte, domethënë e kisha ndarë mendjen, kisha marrë syzet, po gjysmat po hidhja në kosh, se ju e dini që unë kam disa lloje. Dhe tani, kur shkoj atje, po e përmend to pritjen edhe se si ishte ambienti dhe gjitha, sepse ishte realisht një 5 nga 10 do të thoja unë, stafi, gjithë, mikpritja, gjitha ishin perfekt, domethënë jam ndier super mirë, edhe pse klinika ishte full, prapa ata ishin shumë të organizuar. Kjo është një pik plus, po e them këtë paraprakisht sepse e di që dhe ju i keni shef kur bëj këto review-t, le të themi kështu në thonjza, sepse doni të shkoni diku. Kështu që unë do ja u sugjeroj super shumë klinikën Europiane të syrit, por rasti im nuk ishte që unë të bëja këtë ndërhyrjen. Kur doktori i pat gjitha ato letrat që ne kishim bërë, ato vizitat ku ti unë kontrollet gjitha, tha që syri yt nuk është i përshtatshëm për të bërë lazer, sepse unë kisha një problematik të caktuar të syrit, cilën s'po e ndaj këtu, por që nuk më lejonte që unë të bëja lazer. Domethënë më tha që syri yt nuk është i përshtatshëm për këtë dhe kjo nuk do ta ndihmonte, përkundër do ta përkeqësonte. Unë kam një numër të vogël, unë e kam -1.25, domethënë diçka e tillë kam unë me sferë dhe cilindër, po nuk e kaloj dyshit, domethënë. Dhe unë e kisha ndarë mendjen që unë do ta bëja të gjitha, kur kalova ato kontrollet e syrit, mendova, okay, pastaj kur shkova te doktori më tha kështu. Por që nuk u bë. Të them drejtën u mërzita shumë, madje kur shkova tek shtëpia ja futa një të qare të mirë, sepse isha përgatitur shpirtërisht në fakt për ta bërë atë lazerin, edhe nuk e prisja që doktorit më thoshte që nuk të bëhet, prisja që të thoshte është okay, çdo gjë është në rregull, por që nuk u bë. Edhe siç thash, u mërzita, por që nuk është aq e rëndësishme ajo pjesë sa është e rëndësishme pjesa që syri im të jetë i shëndetshëm. Kështu që unë do të vazhdoj të mbaj syze, do të më shihni përgjithmonë si një beti modon. Gjatë gjithë kohës nuk do më keni kështu siç unë ju kisha përgatitur të më shihnit, por që çfarë më bën, kështu është jeta. Por që unë thjesht doja të ndaja me ju këtë pjesën, eksperiencën time.
te klinika që janë shumë të mirë. Nëse keni probleme me syrin, unë fakt gjithmonë po bënim shaka, sidomos kur dola unë pas vizitës që nuk më lejohej, po bënim shaka se po shihnin disa raste shumë të vështira, edhe nuk i besohej, thonin, "Ua, vërtet doktori ka bërë këto?" Po, doktori ka bërë këto, edhe në fund fare këta të familjes vllai shtonin në fund përveç teje, domethënë mund t'i bëj të gjithë përveç teje. Në vetëm unë nuk u bëra dot. Domethënë motra që unë nuk ma priste mendja kur që motra t'i ndisë ajo drita jeshile të thonin që mund t'i bënte, sepse ka pasur gjithmonë problematika me syrin, ndërsa unë që shoh edhe pas syze, se ju e keni vënë re që unë mbaj vetëm kur jap makinës ose kur shoh televizor, mua nuk më bëj, sepse kisha një lloj sëmundje le të themi të syrit, të pjesës së korneas që nuk më lejonte ta bëj, sepse e kisha shumë të dobët, edhe lazeri nuk e lejonte. Nëse u zgjata shumë për të thënë që do më shihni gjithë jetën një beti, edhe nuk do ta bëj lazerin, por nga eksperienca e motrës e vllajt, ja u super sugjeroj klinikën, edhe nga shërbimi që mora vet, ja u super sugjeroj klinikën. Qa me bo, kështu është jeta, u mërzita, si thash, por që, okej. Ne jemi në Shqipëri ende, ne jemi ende në Fier, jo ende në Fier, ne erdhëm në Fier, sepse unë nuk ju mora vetëm 2-3 sekuenca të vogla, unë momentalisht jam te motra, pak më vonë do të shkoj nga Vjera, nga shtëpia e Ivit, edhe, kujdes mami se po lëviz, edhe isha që shtriva rregullova pak flokët dhe i preva pak flokët, po kthem pak tishini kështu nga mbrapa, i preva pak që t'i bëja drejt komplet, edhe kështu, nuk kemi bërë në një wow, më tepër kështu kemi kaluar kohë me njëri tjetrin, kujdes mami, por që, po, unë bëra ato kupat atë ditë ka mende këto shenja të uroj që të më ikin sa më shpejt, se dukem nuk di të më thënë, jemi kënaqur shumë normalisht, me fëmijët, ne të rriturit, edhe shqyr kemi qenë mirë gjithë me shëndet, na mori për mirë Shqipëria, se ndonjëherë smuren këta sa po vinë, lepurushat e ndëko, rëgoja shgënjimin tip, por që ndodhi, që jemi më vonë. Hajde kaj, o jeti tha, hajde kaj. Tash Messi. Duash. Televizor do marrim atë? Ke do marrim atë? Mo ata si. Shko bata rëshkitja të 3. Oki, shko migi që s'ka frik vaj. Këtë gjemli. Aspetta. Kafe 4 minuti? Io devo iniziare? Ue, si u bëra gjithë ujë tani që nga vëllam. Po, shumë mirë. 17 veta në ashensor, si dhe filmi me Matt Begën, që dalin ata nga, qa është ajo, kabinë telefonit, edhe ne. Ne, se gjithë mas në ka ardhë ende, kemi ardhë të bloku për të pirë kafe. Isa, apa ka të bërë? Për e miki, haqë këtë. Mirë mëngjes, nga një tjetër ditë. Sot po bie shi, edhe ne po presim që të vijë na marrë me makinën e të na çojë motra ime me makinë. Që jemi vetëm 1 kilometër, çka 1 kilometër, as 5 metër si jemi këtu larg. Edhe duhet të ikim me makinë sepse po bie shi, po fryner, domethënë të zët, të gjitha të zezat janë mbetur të këtë javë do vinim ne. Okej, hajde, se për ne 3-4 ditë bën mirë, po nes, çfarë do bëjmë tani? Kështu është në fundi i marsit, fillimi i prillit, kështu është gjithmonë. Dhe do ikim andej, të rrim pak se s'kemi ku vemi, jo për gjë, këto çfarë ku do shkojmë, ku do dalim, as nuk dalim dot, jashtë nuk luajmë dot. Brenda nuk duam se mikët e ka kapur si një koll tani, se duket nga këto. Shaka. E ti që shaka, shuqyr që shaka. Por që do ju marrim me vete si. Na i tregoj qik me mami. Këto ishin, kjo s'kishte fare këtë numër nga dhe i babi. Edhe atë të Interit ka qenë fanella e Ivit kur ishte i vogël.
Tepa? Kjo? Kush është kjo, mami? Kjo është Brazili? Që ishte kjo? Po më tregon atë tjetër një. Tamam. Tani do. Tepi. Bravo. Po bëj video në YouTube o drita ime. Na i tregon dhe tjetrën. Çokolate. Wow, kjo ishte Ivit kur ka qenë i vogël. I ngushtoi babi me bëri fix për Kain. Të dy. Sa të shkon. Spilti mami. Tani po shohim fotot e vjetra. Ups, kap një fytyrë ndeje. Shihni sa kaçurela i kam pasur në flokët. Super, sa çika oki. Super fare, por tani s'më bën, më kështu s'ka shans. Që i kam patur shumë kaçurela. Sa e vogël kam qenë ku. E qenë koha e Greta Koçit. Sa bukur këtu ja, këtu i kisha flok super kaçurela. Këtu kam qenë 14 vjeç, ndoshta 14-15. Edhe vetullat nuk i hiqja këtu, as nuk lyesha, nuk bëja dot asgjë. Sa bukur. Zemra ime. Kjo është Kostarika. E di. Kujdes Oki. Unë poshtë Oki. Nigeria. Nigeria. Mundohet të ta thot sa më shumë shqip për ju. Kjo nuk është Nika. Israel. Australia. Në Izrael. Izraeli. Nuk të ashtë mua. Izraeli. Po, Tani është e vështirë. tani është Bangladesh. Bangladesh. Oki, hapu këtej mami. Hapu këtej, okay. Hajde televizori shpirt. Tej mbrap. Ky flamur i kështu e këtë. Okay. Lebanon. Në Island është një Si ndjesh po blen përsëri lotra. Shumë minutë. Nuk mund të afshi emocionin. Nuk është. Miki po kërkon beb. Në sireni. Ka vlot. Kolla. Erdhëm të blejmë të Jumbo, janë dy gjëra të vogla. Tisja da hente. Direkt në fund. Vetu babi e ka 18 mesazha, 18 gjasha, 12 Sa 300 është. Se kemi kurraj. Qa ti fshin? Të fshi lodrat. Pasaj këtu? Sa ka e dorën e qaf. Doja t'ju bëri a shpar me video në ju, asjeri si ishte në rregull. Gjithë ishën duke bërtit. Erdhëm si përfundim në Belsh për të ngrënë një trek këtu. Nuk e di, kishte parë në Google, më duket që ishte një vend i lezetshëm. Këtu kemi ardhur një herë tjetër para 4 vitesh ndoshta. Edhe ishte një vend i lezetshëm me natyrë, kështu këtu kemi ardhur ne, jo në një wow, por është i këndshëm, kështu që erdhëm këtu, tham një drek, tikim, në fakt koha nuk është shumë e mirë, rruga nuk ishte ndonjë wow, por mbi të gjitha koha nuk është shumë e mirë, se po të ishte dielli ishte perfekt, por nuk është shumë e mirë, kështu që do t'i ruajmë pak fëmijët, mikin unë e kam me koll këtu e 2 ditë, që ka qenë këtu me koll, shoqërues zoti jo temperaturë kështu gjëra, po kolla nuk e lëshon asnjë sekond. Ua, nuk kam bateri. Kam bateri. Nuk është kamerë, është në video. Edhe unë pak këto. A shumë dot? Si. Po bjellë. Jo është larg mo kaj. Çukat tipik me një letër plagrafi vetëm një.